Sërish ju përshëndesim kësaj here nga këndi ju negatimit, mirë se erdhët të gjitha anvisat dhe zonjat e shtëpisë. Mirëmëngjes, mirë se erdhët në emisionin tonë. Ju përshëndesim të gjithë ju që po na ndiqni. Do sillim një recetë shumë interesante sot. Do ta filloj me Origin King. Receta që do të përgatis sot është një recetë që konsumohet në çfarëdo lloj stine, në 4 stinët e vitit. Është një recetë që mund të konsumohet çdo ditë. Mund ta konsumoni vetëm për një vakt, qoftë në drekë, qoftë në darkë, por mund ta përdorni si antipast dhe kryesisht nga të gjitha moshat, duke filluar nga fëmijët deri tek të rriturit, deri tek të moshuarit dhe nga e gjithë masa e popullsisë që konsumojnë ushqim. E kam vendosur të sjell këtë recetë për arsye se ka shumë njerëz që janë vegetarian, që nuk e konsumojnë mishin, nuk e konsumojnë peshkun, dhe pikërisht për këtë kjo recetë i plotson të gjitha kushtet. Nëse ndonjëri nga ju dëshiron që ta ketë e konsumon mishin dhe peshkun, mund të shtojë dhe proshutën, mund të shtojë dhe peshkun ton apo çfarëdo lloj peshku që dëshiron. Do të fillojmë me orizin kokër gjatë. Pra, ke përzgjedhur nga varietetet që ka Origin King, këtë kokër gjatin. Po, por këtë recetë mund ta konsumojnë dhe mund ta përgatisin shumë mirë dhe me orizin parvalojt. Parbull, që është një nga 5 varietetet e Origin King, sepse secili ka specifikën e vet, por do të flasim gjatë kohës që zonja Vjosa do të sjellë recetën. Prandaj dhe ne kemi shumë llojshmëri orizash që secila nga anvisat që ka ndërmend të bëjë një recetë risotto apo me perime, me këto perime që janë punë e tyre, apo tava të ndryshme, siç ne shqiptarët atë pulën e dua me një çik atë shihen tradicionale, ose kemi atëherë mund të bëjë zgjedhjen e secilit prej recetës që do të përgatisim. Është e vërtet. Mundësinë e gjen vetëm tek Origin King. Po, sepse ka edhe një cilësi të mirë dhe ndaj unë gjithmonë e them që zonja Vjosa të paktën për produktet dhe gjithçka që sjell këtu në këndin tonë të gatimit, bën një lloj testimi për të qenë recetë suksesshme dhe shëndetshme. Unë kam thënë se do të përdor një produkt që nuk është i një cilësie të lartë, atëherë të gjithë produktet e tjera unë mund t'i kem cilësor, ai produkti që është kryesor në rastin konkret Origin, në qoftë se nuk do të ishte një cilësie superiore, mo do të më hidhte poshtë të gjitha. Patjetër që të kalojmë nga shija pastaj tradicionale në shijet moderne, kjo recetë hyn tek shijet ose recetat më të sofistikuar, më moderne, duke qenë se e sillim në një formë sallate. Moderne dhe super e shëndetshme. Sepse unë nuk kam asgjë të skuqur sot. Gjithçka do të kaloj vetëm në një zjerje, bizelet për 5 minuta, karotat 3 deri në 4 minuta, do t'i hedh njëra pas tjetrës në tenxhere, por duke i kontrolluar minutazhin, dhe kungulli baras me karotën. Misrat i kam të zjera, të blera gati, dhe domaten e kam të freskët. Do të më ndihmosh me ullinjt në unaz, pra është gramatura për secilën është e shkruar në dras, unë tani duhet të shikoni si është. Një kokër pa shkurehodhe, sepse anvisat mund ta shohin edhe si një perlë e vërtet. Mund ta shohin, e kanë transparente, komplet, si thuash, çdo paketim të Origin King dhe ne mund të dallojmë kokrën, sepse ne dim që 3 janë madhësitë e Origin në përgjithësi, ndahet kokër gjatë, kokër i mesëm dhe kokër më i rumbullakët. Pra, në pjesën mbrapa paketimit, anvisat mund të shohin shumë mirë në transparente, si thuash, pastërtinë, atë kokrën e bukur dhe të pastër dhe të qartë, dhe mbi të gjitha, ajo që dua të theksoj zonja Vjosa, është fakti që mund të vjedhin, si të thuash, edhe një recetë që ka në paketim. Çdo paketim ka një recetë përkatëse në anën majtas ose djathta, si majtën time, është dhe receta me përbërësit dhe me shpjegimin për çdo varietet të Origin King, po ajca edhe vlerat ushqyese. Dihet që një kupë oriz, ja këtë kupën që përdori zonja Vjosa sot për shembull, plotëson nevojat për kalorit e një vakti të plot. Aq më tepër kur ai shoqërohet dhe më pas, një kupë për person. Po pra, një kupë për person plotëson nevojat e secilit. Kupa për person është pak më e vogël, se na ndjekin anvisat 80 gram oriz. 80 gram oriz. Dakor, ti e di më mirë këto kaloritë. 320 gram, ndoshta edhe 270 mund konsumoja për arsye se e plotëson me perimet. Por me një pako, nëse ne do të shpenzojmë 300 gram, e bëjmë 3 herë.
320 gram. Sigurisht, po. Dhe është edhe ekonomik, është edhe cilësor, edhe e tjerë kur ta shijosh në fund do t'i bësh vullën. Duhet gjithmonë të respektojmë minutazhin që lexohet në etiketën e secilit nga varietetet e orizit king për t'ia dalë, thua, për të patur një recetë të suksesshme. Si çdo kund, për çdo recetë, respektimi i temperaturës dhe i minutazhit është shumë i rëndësishëm. Ju e shikoni që unë hodha orizin në tenxhere pa e shplar. Që nëse do të kisha ndonjë oriz tjetër, do shkoja ta shpëlaja e stër ta shpëlaja. Dhe shikon pastërtia e orizit është maksimale. Është guxim në fakt të lësh mbrapa komplet një etiketim transparent. Hodha kripën dhe nuk do ta mbuloj plotësisht. Dhe këtu po më zjen uji. E shohim orën dhe kemi 11. Ky lloj orizit do të zjej 16 deri në 20 minuta. Unë do ta lë ke 17-18 minutë që do ta largoj. Dhe do ta largoj dhe më duhet ta shpëlaj që ta kthej në gjendje të ftohtë. Për arsye se kjo sallat është e ftohtë. Më pas do të hedhim ingredientet e tjerë, do ta shoqërojmë me pak limon dhe vaj ulliri, të hedhura njëra pas tjetrës, jo në trajtën e një dressingu, dhe mund ta konsumojmë sallatën në moment, mund t'i vendosim një qese, ta vendosim në frigorifer, jo vetëm sot, po mund ta konsumojmë dhe nesër. Pra anvisat, përveç se do të shijojnë një salat dhe një oriz të mrekullueshëm, por mund ta shijojnë dhe sot dhe nesër. Më shumë, jo. E përsërisim dhe mirë është që të gjitha ta kenë në frigorifer një salat. Bazën kemi orizin king dhe më pas perimet mund të jenë sipas dëshirës. Tiniki që unë dhe në ditët e festës, fjala vjen në vit të ri apo në çdo lloj dite tjetër. Marrin ngjyra edhe gatimet. E vendos një pjatancë me pikërisht të tillë me këto ingredientë që kam dhe do t'i që sa kam kthyer kurizin, jam kthyer 2-3 herë, ato çfarëdo lloj që kanë ushqime në tavolinë, ma mbarojnë sallatën dhe më duhet ta mbush përsëri. Po është edhe thjesht në fakt edhe i lehtë si gatim. Nga ato gatimet që kanë ngjyra, por orizi filloi të zjejë, prandaj ne e shohim minutazhin. Nëse doni që të keni një gati 5 minuta, si tu thuash, për të filluar tamam dhe sigurisht që kemi dhe recetën tjetër për të përgatitur, ndërkohë përbërësit i kemi tani do të filloj këtu me bizelet. I hodha bizelet. Mbas 1 minute, që të kaloj 1 minutë, do të filloj të hedh karrotat dhe kungullin. Dhe mbas 4 minutave do t'i largoj, do t'i kulloj dhe do t'i lë së bashku që të ftohen. Sigurisht, ma jepë më dhe thikën që të filloj me ullin. Ullin do t'mi presësh në unat, jo shumë të holla, se më prish pa ashtu. 2 herë ose 1 herë në mes, ja, kështu. Tani, që t'jenë të njëjtën madhësi. Kjo është receta e parë që më duhet të jetë e ftohtë dhe më duhet të jetë e gatshme. Kam vënë punën përpara dhe ju e dini që ne përgatisim 2 receta në një hark kohor të konsiderueshëm. Zonja Vjoca, që meqenëse po flisnim për orizin, një bim oriz, sepse sigurisht që janë mira vjetë që flitet dhe që ka me mira, se thua, lloje në përbot të orizit, sigurisht, edhe një shumëllojshmëri recetash, ndaj nga 5 varietetet që ne kemi, për shembull në stendën tonë, duke filluar nga i pari deri tek i pesti, të gjitha këto lloje që po shihni ju këtu përballë, kanë specifikën e vet, qoftë edhe të gatimit, qoftë edhe të mënyrës ose të recetave që ti, zonja Vjoca, do t'i sjellësh her pas here këtu në këndin tonë të gatimit, duke u dhënë dhe një orientim të përgjithshëm anvisave se si mund ta realizojnë recetën dhe si mund të kenë sukses, po aq sa është edhe cilësia e këtij përbërësi që ne e kemi nderin ta kemi këtu në studion tonë. Aq më tepër që orizi është një përbërës shumë i shëndetshëm. Duke patur parasysh që ka hekur, duke patur parasysh që ka vitaminën B, magnezin, acidin folik, që është shumë i rëndësishëm për zhvillimin e trurit, ndaj edhe pse jo, ta përdorim shpeshherë për të marrë vlera. Orizi që është pak më i errët, ky me paketimin e vishnje, është edhe inflamator, kundra inflamacioneve të ndryshme që mund të ketë organizmi jonë, dhe unë kam dëgjuar emisione të tëra që kanë folur pikërisht për këtë lloj orizi. Që ka një ngjyrë që vjen pak si në të errët në të kafë, po është shumë i shëndetshëm dhe është orizi më i mirë që mund të jetë në treg. Është e vërtet. Kështu që një informacion i përgjithshëm ne mund të na ndihmoj shumë që të zgjedhim edhe
recetën e mirë të suksesshme, por edhe të luftojmë, si të thuash, shqetësime që mund të kemi në organizëm përmes asaj që sapo theti zonja Vjoca. Përmes ushqimeve ja dalim. Po bëjmë një përmbledhje tani të recetës të përbërësve. Salatës me oriz, jemi me orizin kokorgjat king, sot po të gatuajmë një salat me këto oriz, sigurisht që do të respektojmë minutazhin, do ta kombinojmë me 200 gram bizele, me 150 gram misra të zier, 100 gram ullin të zi, 200 gram domate, 200 gram kungull të njom, 150 gram karota, lëngu i gjysmës së një limoni, 3-4 luggjelle vaj ulliri, krip, piper i zi dhe borzilok. Dhe për shkak të kohës na duhet me patjetër që të nisim me recetën e dytë. Tani unë do të filloj. Prezantoj fillimisht zonja Vjoca dhe më pas do të sjell një pulë me kos, sepse pulën me oriz shqiptarët e din që e kanë recetën e preferuar. Kështu që unë si të kisha orizin nuk mund të përjashtoja pulën. Po. Mjafton 1 kilogram, 800 gram, unë kam marrë 800 gram mish pule. Mund të jetë një pulë çfarëdo lloji që zgjidhni ju, por mund t'jenë edhe pjesët që preferoni ju. Mua më pëlqen ajo pjesa e para krahut dhe i mora të gjithë që mos ziheshit ju. Unë dua këtë, unë dua atë, po. Na duhet 400 i taskos, 6 speca të vegjël të prera në shirit, na duhet 1 lug kumin, 2 lug fara koriandre të shtypura. Të gjitha këto që them unë janë në dyqanet e frutave të thata. 2 lug ginger, nga bën shumë mirë për stinën, ginger të grirë në rende, dhe 4 qep të vogla ose 2 qep të mëdha të prera në feta, 4 thelbi hudhër dhe 2 speca të thatë djegës. Na duhet edhe një 2 tufa të mirë koriandër të freskët. Kjo ishte gjithë le të themi lista e përbërësve, ne do të bëjmë një shkëputje zonja Vjoca dhe do të rikthehemi më njëherë për të nisur edhe recetën e dytë. Jemi rikthyer për të filluar sigurisht recetën tjetër, na duhet kohë në fakt që t'i përfundojmë deri në fund të pjesës së dytë të dyja recetat. Kemi vendosur orizin për të zier për të realizuar sallatën me perimet që i kemi lexuar në drasën tonë. Tani zonja Vjoca na shpjegon se si do ta nisim, çfarë procedure do të bëjmë të parën. Atëherë, në një tigan un kam hedhur 3-4 lugë vaj ulliri dhe qepën të prerë në feta. Do ta lëm, do ta kaurdisim derisa qepa të zbutet. Mirë po, na duhet kohë që të marinojmë edhe pulën. Këtu kam hedhur vetëm kosin, do të hedh specin djegës, do të bëhet pak pikante, receta. Është mirë, se na bën shumë mirë për stinën që kemi. Madje duke parë specin këtu, për ndonjë nga ambisat në stinën e dimrit që nuk e mendon të përdori domatet që janë në treg, këtu do të shkonte shumë dhe me domatet thata. Por, do t'i hiqnim domatet e freskëta. Me që unë domatet i kam zgjedhur bio sot, mund të shkoj shkëlqyshëm dhe madje orizin mund t'a bën edhe të ngrohtë orizin, një oriz të zakonshëm, siç ne e gatuajmë, me qepë, skuqim në tigan, shkon shumë dhe me domatet thata. Shumë mirë. Në listën e zareve të anglisave përfshihen domatet e thata, besoj se një mënyrë për t'i shfrytëzuar. Do të hedhim këtu pak krip, pak piper të zi, dhe kjo është masa që ne do të marinojmë pulën. Ndërkohë hedhim një sy edhe qepës për ta deri në zbutje. Po, dhe kemi gjithmonë mendjen tek minutazhi i orizit, sepse orizi në rastin konkret na duhet al dente. Nuk do ta lëm 20 minuta. Do ta liet diku te 17 minutë që zonja Vjoca. Atëre, hedhim masën e kosit tek pula dhe lëm kështu të marinohet për 30 minuta, jo më shumë. Ka me shusin me specin e kuq djegës, me piperin e zi. Po, edhe krip. Edhe kripën. Kaq, asgjë tjetër. Mishi e kam larë, e kam tharë dhe do të përthithi në masën e dur, e mbuloj dhe lëm këtu për 30 minuta. Kjo është pjesa e marinimit. Ndërkohë ulim çik temperaturën këtu ke qepa. Qepa duhet jetë kështu në feta, shpërbëhet në vaj. Po. Dhe është i gatim ndryshe i pulës, po dhe shumë i shishëm. E ulim temperaturën,
E shohim orizin? Dhe shumë të kombinuara mirë me njëra tjetrën, në? Po. Bashkë me salatën që të produktit. E shohim që ka krasi është e orizit? Tamam si perlën e diferencën e... Do më thënë, edhe po ta lëvizësh, orizi ri në gjëndjen e... Të qëndroj ashtu e shkrifët edhe në salatë. Madje, unë, nëse do të bëja të nesërme në një sup apo në një gjë tjetër, këtë lëngun nuk do ta derdhja. Po, është e vërtet. Madje kisha ndërmendur të pyesja, atë lëngun si mund ta shfrytëzojmë pak të orizit? Ti shfrytëzosh shkëlqyshëm, dhe nëse kemi në një fëmijë të vogël në shtëpi, unë do të bëja supën e fëmisë që do të kisha, unë për shembull nipin tim, asnjëherë nuk e hedh këtë lëngun, ose e hedh, shiko, është një lëng që është i mrekullueshëm. Po tregon edhe, po tamam, edhe është edhe i plot, si të thuash, transparent dhe nëse orizi do të ishte i pastër për shembull, gjatë zjerjes është ajo vetia që të ngjiten sipër pa pastërtitë. Patjetër. Dhe vura re që është goxha i pastër. Unë qëllimisht e tregova që nga letra e hodha direkt në tas dhe nga tasi direkt në ujë. Dhe theksova, nëse do të kisha një oriz tjetër të blerë në treg, unë edhe që kur da shpleja një 2-3 herë. Ti dim tani shijet edhe... Po, dhe më pas do t'a hidhja në tenxhere. Por, qëllimisht e bëra ka stile këtë punë që ta shikoni të gjithë. Mirë, zonja Vjosa, me çfarë le të themi do të vazhdojmë tek receta e dytë, sepse duhet të shkëputemi që në pjesën tjetër. Unë mendoj që mos më ka ardhur momenti për të hequr orizin tani. Po, e 27. Kemi dhe 3, kemi dhe gati 2-3 minuta që do ta lëm të ftohet dhe më pas do të tregojmë anvisave si do ta përgatisim. Unë do ta kulloj. Do ta kullosh? Po. Do t'ja tregoj dhe ujin se sa i pastër është dhe më pas do ta shplaj. Se më duhet për sallatë. Po, që të ftohet. Më duhet shumë kohë, po do ta shplaj dhe do ta çoj në temperaturën që kam të gjitha perimet përpara. Mirë, ne do të bëjmë një shkëputje në pjesën e dytë, do të takohemi sërish për të vazhduar me recetat tona, është flesh informativ, mos u largoni, qëndroni për të mësuar të dyja recetat. Mirë se erdhët në pjesën e dytë të gatimit në Villa 24, jemi gati tani për të treguar anvisave radhën e punës të recetës së dytë, pulës me kos. Po, dhe do hidhemi përsëri tek receta e parë. Atëherë, shfrytëzova momentin dhe kohën që unë ta tres qepën dhe ta bëj të të i dukshme, madje ta zverdi pak. Do të hedh këtu 2 lugë gjelle ginger të grirë. Do të hedh hudhrën të coptuar, i trazoj pak, ju e dini të gjithë, e kemi thënë dhe stërthën që hudhra nuk duhet të kaloj shumë në temperaturë të lartë, ndryshe tjetër, në vaj, për 1 minutë. Do të hedhim 1 lugë çaj kumin, do të hedhim fara koriandre të shtypura, ato janë të vogla fare, rumbullake, po unë i kam shtypur dhe i hedhim dhe këto. I trazojmë së bashku, ndërkohë nuk kanë kaluar vërtet 30 minuta për pulën, por ne do mendojmë sikur ka kaluar 30 minuta. E ngrejmë pak temperaturën, hedhim specat dhe i kaurdisim. Edhe mënyra se si ne i presim perimet, zonja Vjosa, ndonjëherë jep si tjetër pamje gatimit. Për shembull, nëse specat ishin të vogla, do ishte dukesh si një gatim tjetër. Tani, ca speca të prera kështu, nuk do të shkoshin të kjo receta. Po, është e vërtet. Perimet. Do të shkonte shumë nëse unë do të bëja një tort. Të kripur. Të kripur me oriz. Madje kam bërë tort të kripur me oriz edhe me kunguj. Dhe keni lënë... Më kujtohet, zonja. Zishit kush ta hante përpara. Mund nga si të shprap në veti. Sigurisht do sjell, patjetër që do sjell. Duke patur gjithë këto varietet patjetër që do të sjell. Tani, 1 minutë kanë fituar ngrohtësinë të gjitha së bashku. Do të heq pulën me kapse. E marinuam që në pjesën e parë nëse anvisat kanë qenë të vëmendshme, me kosin, me specin e kuq djegës, piper, krip. Po, i vendos këtu. Gjetje është edhe kjo mënyrë gatimi e pulës. Dhe është shumë e shishme. Kam patur parasysh që ingredientët të shkojnë me recetën tjetër, për arsye se kam prur si recetë mbështetëse.
Ato shtasinë e kosit, do ta hedh aty patjetër, po. Marr një lugë. Derisa pula të filloj të zbardhet pak. Do të lëshohet, besoj, edhe pjesa e kosit që kemi marinuar, po do të plotësohet më pas në sasinë tjetër të kosit që do të hedhësh. E lëm për 5 minuta, kështu të mbuluar, dhe e mban një syk termik. Po, patjetër, ja do qëndroj nga Mbas 5 minutave ne do të shtojmë dhe lëngun. Tani, siç e shikoni, orizi duhet të jetë kështu. Që unë kur ta trazoj lugën, ai të derdhet natyrshëm, dhe kokra të ri dhe çfarë kokri që është? Veç njëra tjetrës. E shikon? Pra kemi përdorur sot orizin kokërgjatë nga Kingu. Kokërgjatë, por mund të përdorin edhe parboiled të parin. Për këtë recetë, këto dy oriz janë të shkëlqyeshëm dhe keni sukses të garantuar nëse ju do të respektoni minutazhin që është shkruar në etiketë. Pra, tani do të hedhim perimet. Pra e zihem, e shpëlam për të ftohur. Shiko, e theksova që dhe ti e ke shpëlar pas djerjes. Madje urdhroni dhe lëngu. Një supë të shishme do të bëjmë e kam ruajtur dhe lëngu për të parë shkallën e pastërtisë së orizit. Hedh këtu perimet që i kam kulluar mirë. Të prera dhe ato në kubik të vegjël. Do t'jenë të gjithë kubikët njësoj. Pra kungull, karot, bizele. Po, domatet do t'ja hiqni lëngun dhe farat dhe kryesisht vetëm pjesën e jashtme me gjithë lëkurë dhe edhe pjesën e tullit. Ja që mos ta teprojmë, kaq. Hedhim dhe 50 gram misra të zjerë. Hedhim dhe ullinjt në kubik. Sa festive që është si recet, për ngjyra, shumë dekoruese. Do të hedhim pak krip. Kam hedhur krip edhe ke orizja, po kryesisht për perimet. Do të hedh 2 lugë gjelle, do ta kulloj një çik këtë. Dhe borziloku është i kësaj recete, ta afruar. Jo, është për recetën tjetër. Është për recetën tjetër borziloku, se e kisha këtu po. Ja, kam pas të pastër. Me borzilokun e gjikun. Pra dhe lëngun e limonit. Shiko, limon mund t'i hedhni përsëri, gjatë kohës që e konsumoni. Dikush e do më të thartë, mund t'i hedhi përsëri limon, po unë do t'i hedhja 2 lugë njerë. Ja, 2 lugë gjelle, limon. Do t'hedhim dhe 4 lugë gjelle. Orizi, kur skuqet, sigurisht që lyet ajo kokra shkëlqen. Dhe e ndihmon dhe vaj që mos të ngjitet, Po. Por në rastin konkret, këtu nuk ka fare vaj dhe kokra është e shkrifët. Tani unë do të hedh vaj. Një, për 4 porcione, një lugë është mjaftueshëm. Edhe me 3 që kemi. Dhe tani kam dhe një lugë sallate, e kam këtu, e trazojmë sallatën këtu ku është. Dhe sa e bukur që duket dhe një vita. I largojmë se më duket se kur është rëmuj, sikur nuk më ikën gjithë pamja. Tani e trazojmë, dhe urdhro shikojni se si derdhet, kokra kështu duhet. Në rast se orizi nuk është kështu, atëherë nuk kemi realizuar atë çfarë ne dëshirojmë. Po i hedhim kosin tek tigani, sepse dyshoj se mund të hedhni dhe majdanos këtu, por sipas dëshirës dhe shijes. Zonja Vjoca, këtë sasinë e kosit ta hedh mbi mish? Po. Hidhe. Tani ç'ndodh? Nëse ju keni realizuar një recetë siç duhet për nga shija, do të merrni lugën, do ta mbushni këtu dhe do ta lëvizni lugën në këtë formë. Nëse orizi dhe perimet derdhen nga luga natyrshëm, atëherë ju bëft mirë se keni gatuar atë çfarë dëshironi. Në rast të kundërt, nëse ju e bëni këtë dhe nuk bien kokrat e orizit dhe perimet, atëherë nuk keni gatuar
recetën e duhur. Sa veç duken, pra kjo është diferenca që bën, të thuash, me një gatim tjetër apo me një mund ta vini në përbërës mes, tjetër. në pjatanca të mëdha, mund ta shërbeni në porcione personale. Ko që quhet sallat se kjo është një vakt më vete, me vlerat që përmban, Unë e thash që në fillim që është një vakt më vete. Se ka merakun këtej tani mos ta ngjisim ose mos të zjem më tepër se sa duhet. Kam i hedhur edhe sasin tjetër të fosit, ë? Po. Dhe urdhroni. E servim në një pjatë, të lumë shinduar për recetën e parë dhe për idenë që na solle, për mënyrën se si mund ta sillim ndryshe orizin në shtëpitë tona, duke kaluar nga një shije tradicionale në një shije akoma më të moderuar, mund ta themi këtë formë. Qëllimi im është që ambisat mos përtojnë ta gatuajnë. Kjo është një recetë që mund të konsumohet për ditë. Është e vërtetë, në vend të sallatës së nga të gjitha moshët, e theksova që dhe në çdo stil. Po, dhe shumë e konsumohet edhe për fëmijët. Është shumë e shëndetshme dhe nuk kam ç'të them tjetër. Dhe lumë shënduar, ta provoj pak? Ta provosh dhe vetëm Orizi King e ka luksin t'ja u sjellë këtë lloj recete në këtë formë siç ja u program. Të lumë shënduar, do të kemi shumë receta të tjera nga llojet e orizit që ne kemi këtu në standën tonë, për cilë shumë llojshmëri gatimesh edhe idesh për ta. Po marrë këtu se s'duaj t'ja pira të bukurin pjatës. Kisha besim tek këshilla që na the që në fillim të emision të shikoni se çfarë do të hani. Të lumë shënduar sepse që të gjitha kanë zgjerë shumë mirë. Dhe kur keni një darkë, unë shumë herët, po dhe tani, i shkruaj recetat se hutohem. Që të bëj, dhe një, themun, salat me oriz. 2, i kam menut në shtëpi edhe pse gatuaj për dit, i kam veç se qëfar duhet të gatuaj kur më vinë mysafir. Se hutohesh. Kjo është pjata e parë që unë përgatis. Imagjino ne të tjerët që duhet... Kjo është pjata e parë që unë përgatis dhe e vendos në mes të tavolinës. Mos ju ndani, dhe pastaj vazhdoj me recetat e tjera. Gjitha perimeve që kanë zjerë, po ndihet edhe kopra e orizit kështu e pastër edhe e zjerë mirë. Respektimi i minutazhit sigurisht që është një detaj shumë i rëndësishëm për çdo recetë të gatuar pra me orizin King. Dhe të falenderojmë zonja Vjollca, gjithmonë bën zgjedhje kështu në dobi të shëndetit tonë. Mendoj që të godas, se ne më themi për minutazhin, po patjetër. Ne themi për minutazhin, po minutazhi është rëndësishëm që të marrim vlerat që na ka orizi i bar. Ne tham që ka vitaminën B, ka acidin folik, ka hekur, magnez. Kjo është e rëndësishme pra, nëse do ta uzim shumë, jo vetëm që nuk do, se dhe çdo lloj përbërësi, nëse i jep shumë temperaturë dhe nëse e zjen për te minutazhi që duhet, ti ja humbet vlerat ushqimore. Dhe enzimat që çlirohen gjatë zjerrit nuk të bëjnë atë le themi problemin dhe shqetësimin në vend që sa rregullojnë aprishin. Tretja pas e bëhet më e vështirë. Tani zonja Vjollca, këtu kam hedhur vetëm pak fare një filxhan kafe e ujë dhe do t'i lë se pula do zjej. Do ta mbuloj dhe do ta lë derisa të krijohet një trajt si në salcë. Në fund fare, për 2-3 minutat e fundit, do të hedh 2 tufa koriandër të grirë holl brenda në supë. Në recetë. Në supën e, po pra në pulë, në pulën me kos. Tani, të bëjmë një përmbledhje të recetës, a dhe më pas do të kalojmë tek një material. Ka shumë studime mbi orizin. Ne flasim këtu më tepër për vlerat ushqimore në organizëm teksa i gatuajmë, por të mendosh se ç'bën orizi për fytyrën, e ç'bën të huajt në receta të ndryshme. Unë kam thënë ndonjëherë tjetër, keni parë ndonjëherë aziatik të shëndosh? Dhe të gjithë ata që mbajnë dietë. Po i din vlerat, po ke parë ndonjëherë është mirë të hanë oriz. Gratë japoneze me rrudha? Asnjëherë. Duket sikur ato nuk plaken ndonjëherë. Pse? Për shkak të orizit, din ta përdorin dhe për fytyrën gjetje e tyre. Pul me kos, 600-700 gram mish pule, 2 speca djegës, 400 gram kos, 3 luggjelle vaj ulliri, 4 kokra qep, 4 thelpinj hudhër, 2 luggjelle ginger e grirë, 6 speca të vegjël jeshil, 1 lugë kafe e kumin, 2 lugë çaj fara koriandër, 2 tufa koriandër e freskët, nenexhik, krip, piper i zi.
Dishni dhe ju vlerat ushqimore më të detajuara të orizit, po ajsa dhe studimet e ndryshme, ide, kuriozitete, pikërisht mbi këtë përbërës. Orizi është një karbohidrat kompleks i cili siguron vlera të larta të energjisë. Orizi përmban proteina duke siguruar afro 11% të kërkesave të një personi të rritur. Vlera ushqyese e orizit varet nga shumëllojshmëria e mënyrave të gatimit. Shumë vitamina dhe minerale janë të përqendruara në krunde dhe embrion, të cilat janë përbërësit e orizit. Shumë vende fillojnë ditën me një mëngjes orizin, siç ndodh në Kinë, apo me qullë orizi, si kundër ndodh në Japoni. Orizi përmban fibra dhe është një produkt ushqimor relativisht i lirë, duke siguruar në këtë mënyrë një vakt jo vetëm të shëndetshëm, por edhe me një kosto të ulët. Por cilat janë disa nga kuriozitetet që karakterizojnë vlerat që ka orizi. Orizi na ka ushqyer për 5000 vjet. Ai është gjetur në muret mesjetare kineze. Më shumë se gjysma e fuqisë punëtore në Tajland është e përfshirë në prodhimin e orizit. Orizi është një simbol i jetës dhe pjellorisë, e cila është arsyeja pse orizi është hedhur tradicionalisht në dasma. Në Britani të Madhe, një person konsumon mesatarisht rreth 4.4 kg të orizit çdo vit. Ka më shumë se 40.000 lloje të orizit që rriten në çdo kontinent, përveç Antarktidës. Në Indi, orizi është i lidhur me prosperitetin dhe me perëndeshën hindu të pasurisë, Lakshmi. Një artist tajlandez ka gdhendur një portret të liderit të ri kinez, Xi Jinping, në një kokër të orizit. Ka mbi 29.000 kokra në 1 kilo oriz. Ne jemi gati në kuzhinën tonë, tani për të servirur edhe pulën me kos. Bëjmë gati dhe pjatën. Në fund fare do të hedhim koriandën edhe nenegjikun. Si erza të freskëta që ruajnë akoma freskin, po edhe aromën, por edhe shumë të shëndetshme në fakt, nëse i përdorim qoftë të grupuara, qoftë edhe më vete. Edhe pak rip në fund, si ishte me shien, se provojmë. Shumë mirë, është pak pikant, pak fare, Jo dhe pak sepse edhe gjingjeri, edhe speci djegës është pikant. I heqim bishtat dhe tani do të hedhim koriandrën e freskët. Do ta lëm për 2 minuta dhe gjithçka është gati për t'u servitur. I kthejmë. Edhe mishi ka zirë, e marinuam fillimisht me kos, piper të zi, speci ndjegës edhe me krip. Më pas, hodhëm tek qepa e ka urdisur derisa i dham pak fare ngjyrë, hodhëm më pas edhe specat, hodhëm Nëse ambisat e duan më me shumë lëng, mund të hedhin, ujë mund të hedhin, po mund të hedhin edhe një çik më shumë kos. Me specat, por po të ketë shumë kos, sigurisht dhe kosi kur zjen, nxjerr lëngun e vet, nga temperatura e lartë. Po. Nëse ju bëhet shumë e lëngshme, me një lugë kafeje miell, ja u kemi thënë, e tretni në një çik yndyrë, dhe ajo përsëri merr, nëse duan pjatën më shumë. Po unë mendoj që kaq është mjaftueshëm. Dakor. Regina, ndihmon tani me kostot e recetave për sot. Pra, e fundit që përgatuam, pra e dyta, pula me kos ka koston 450 lek me përbërësit dhe gramaturën e tyre që ju shihni të renditura në koston grafike. E llogaritur për 4 persona, po kjo nuk është e prerë. Jo, 4 deri në 6 persona. Po, është e vërtetë. Mund të konsumojnë. Në përgjithësi themi për 8 Nëse do ta bëjnë një ditë me orizin kështu siç e gatuam ne, 6 persona pa frikë. Po. Mirë, kalojmë te kostoja tjetër e sallatës që përgatitëm, e sallatës me oriz, ku perimet ishin kungulli, bizelet, domatet, karotat dhe më pas edhe misër, dhe për 4 persona, që edhe këtu hanë më shumë se 4 persona. Sigurisht. Është vetëm 300 lek, edhe është një vakt i plot. Gjithmonë kujdesemi për xhepat e familjeve shqiptare, Në radhë parë për shëndetin, të hamë shëndetshëm. në radhë parë kujdesemi për shëndetin,
Edhe më pas, sigurisht që t'jetë përballueshme për të gjitha ato që kanë shumë lekë në restorant. Jo, Nuk kam se gatuaj në shtëpi. Nuk është hanë në gjithë shëndetshme, jo. Por, që të gatuash në shtëpi, gjithë shkojmë në restorant. Po, në një ditë që kemi ditëlindje e këto nuk lodhemi ndoshta në shtëpi, i bjem shkurt dhe kur ftojmë në herë një që nuk i kemi shumë të afërt të shkojmë në restorant, por e përditshme është e përditshme, ëh? Ne nona tona janë 3 vakte kryesore dhe duke gjetur nga një pjatë në tavolinë e kemi vendosur. Tani, nëse unë do t'isha në shtëpi, nuk do ta servirja tani. Çdo gatim me përjashtim të risottos, të kësaj sallate që mbasi ne do ham, i vendosim qesën edhe në frigorifer, po, mund të rinë edhe më gjatë. Por dhe kjo tenxhere mirë është që ta fik tani zjarrin dhe të ri të pushoj vetë, i bien ato fluskat vetë dhe mbas 20 minutave bëhet akoma më kremoze se që është gatuar tani, ëh? Është vërtet. Ose dhe po ta lëm do filloj dhe do ai koset pak ajo. Patjetër, siç thuat do kajma kose. Po. Tani e serviri. Pra pula me kos, po shfrytëzoj këtë minutash të fundit, sepse jemi drejt fundit të hapësirës së gatimit. Kemi përdorur 600 apo 700 gram mish pule, 2 speca djegës, 400 gram kos, 3 lugë gjelle vaj ulliri, 4 kokra qep, 4 thelpinj hudhër, 2 lugë gjelle ginger e grir, 6 speca të vegjël jeshil, 1 lugë kafe e kumin, 2 lugë çaj fara koriandër, 2 tufa koriandër e freskët, nenexhik, këri, piper i zi. Gjithë lista e përbërësve që për të sjellë, le themi, këtë pjatë të shijshme të gatimit të pulës. Janë të shumta, në fakt, gatimet edhe të pulës, kemi sjellë shumë lloje gatimesh dhe do vazhdojmë të sjellim me zonja Vjollë se gjithmonë gjen ca ide të detyrimisht shkon me oriz. Po patjetër. Mjafton që edhe orizin e kemi gatuar me pulë tradicionalisht. Jo, dhe ndonjë nga anvisat që nuk ka kohë ndoshta ta gatuaj ose s'ka ingredientet e dur për të bërë sallatën, mu këtu na, me një kup oriz të thjesht, do të shkoj shkëlqyeshëm. Ja, po i lëmë të gjitha se duken shumë të bukura, pavarësisht tasit dhe pjatës të servirur, dhe shpresoj që t'ju kemi ardhur dhe sot në ndihmë anvisave dhe zonjave tona, të cilat janë shumë të kujdesshme për tryezën e familjeve të tyre. Është dreka kryesisht apo edhe mbrëmja për ata që s'kanë më shumë kohë që na mbledh, dhe nëse nuk ke diçka të shijshme përpara, nuk ke edhe motiv për të biseduar edhe për ta shijuar atë që ke në tryezë. E kam thënë që detyra e anvisës është shumë e vështirë, jo vetëm për ingredientet e për zgjedhjen e tyre, por që duhet jofshi detyrimisht nipin, besën, vajzën, djalin, nusën, të gjithë pjesëtarët e familjes. Të lumshin duar, zonja Vjollë. Faleminderit. Dhe pak ujë fap për të shijuar deri në fund të gjitha recetat që sjellim, duke qenë se edhe në balkanue.com hapësira e gatimit është ndër të preferuara tuaja. Lexoni, vazhdoni të lexoni, të mësoni receta që sjell zonja Vjollë çdo ditë në këndin e gatimit. Mos na harroni të na ndiqni edhe në YouTube. Nëse nuk keni të vëmendshëm gjatë transmetimeve live, mund t'i riktheheni shpesh edhe disa recetave, sepse kanë anvisa dhe unë vetë i rikthem shumë recetave të mëparshme. Domos ato që kanë rezultuar edhe më të suksesshme në shije. Mirë, takohemi pas pak së bashku me zonjën Vjollca nesër në po të njëjtën orë me ide të tjera për anvisat tona. Bashkë do të takohemi pas pak në pjesën e tretë. Mirupafshim.